Përshëndetje gjithëve. Quhem Klajdi, jam 31 vjet, ashtu si shtate zoti Jorges, unë jam Gabriel Gjiroka Semërgjin. Nuk jam kursimtar, kështu që unë dua të flas me profesion jam mjek veteriner, por u dua të ndaj një pjesë dëshmie, një pjesë të historisë time, të jetës time. Dikur në moshën 20 vjeçare kam qenë i varur nga lëndë narkotike, nga lloj kokain, dhe këtë gjë e kam përdorur për 10 vjet, gjë që ndoshta mua më ka marrë disa vite të bukura të jetës, por të them të drejtën nuk jam as pak krenar për atë kohë që kam kaluar. Jam i lumtur për këtë njeriu në ri që jam sot. Dhe ajo që dua të ndaj është që vitet kanë qenë të vështira ato 10 vite. Arrita deri aty sa që mu prish do marrëdhënie në familjen time, me motrën, me vllajin, me prindrit e mi. Por asnjëri nuk më hapi më derën dhe të gjithë ma mbyllën një moment dhe ngela fillikati vetëm. Ndoshta ishte vërtet Zoti Perëndia që përdori babain tim për të ndarë një pjesë me mua, një mundësi të fundit për jetën time, për të shëruar. Edhe ai thjesht më ka prezantuar me qendrën dhe më ka thënë që e ketë nevojshme që të shkosh në një qendër dhe të rifitosh veten. Normalisht ajo përballja e parë, ajo trauma e momentit se si ai ta thot, por u tregova egoist dhe i thashë nuk kam nevojë për një qendër, ndihem mirë. Ishte krejtësisht ndryshe. Edhe humbjet sa po vinin edhe po vinin më të thelluara. Normalisht nuk kisha më zgjedhje për të bërë dhe u detyrova që të vija në qendër. Kanë qenë fillime të vështira, sidomos ditë e parë, ka qenë vërtet tepër e vështirë. Ka qenë një prej traumave që ndoshta jo çdo kush mund ta kishte përjetuar, por unë kam qenë në bashkëtesë prej 3 vitesh, i martuar, le të themi, dhe ditën që kam hyrë në program, kam marrë lajmin që çdo gjë mbaroi dhe çdo gjë përfundoi. Ishte pak e vështirë sepse ambienti i ri, le të themi. Të rinj dhe një humbje, le të themi, kur po zbrisja ata shkallët për të shkuar në qendër. Por ndoshta Zoti nuk më foli në atë moment, po më la që vërtet i kaluja këto sfida ditët e para, 2 javët e para. Edhe e vetmja gjë që më mbështillte aty në atë qendër ishte fjala e Zotit. Gjë që dëgjoja nga shumë prej çunave që ishin aty. Dhe më thoshin Zoti do bëjë mrekulli, Zoti do të shërojë, Zoti do të sjellë një jetë e re. Por thoja ku është Zoti? Edhe them drejtën pas 2 javësh, 3 javësh që vërtet kanë qenë të rënueshme për mua. Hapa Biblën dhe me veten time në heshtje po thoja vetëm kaq. Zoti lutem jep një shenjë dhe më ndihmo që ti ka përzej këto ditë vështira. Dhe Bibla më hapet tek Isaia. Dhe aty më tha vetëm çu e shkëlqe. Ajo ishte një shenjë që më dha edhe një mundësi që unë dhimbjen ta ktheja në forcë. Normalisht ato që Zoti më tha çove shkëlqe, e vura në zbatim. E vura në zbatim për të fituar veten rreth parë, për të parë dritë, dhe vërtet këtë dritë, ashtu si Zoti më ndezi, unë ta mbaj të ndriçueshme. Normalisht unë kam bërë një vit program, sot jam pjesë e stafit në Teen Challenge, dhe në një vit program ka patur sfida, ka patur vështirësi, ka patur dinamika ndryshme, por mbi të gjitha kam njohur një Zot. Edhe jam i lumtur për Klajdin e ri që kam fituar. Jam i lumtur sepse çdo marrëdhënie në familjen time është rregulluar. Sot gëzoj së bashku me vëllezërit e mi, me prindit e mi. Ndoshta doja të theksoja dhe në muajin e tretë ku kam qenë në program, kam vendosur që vërtet të pakzohem dhe e kam dijer që vërtet duhet ta bëja këtë gjë. E bëra për të hedhur mbrapa jetën e vjetër dhe për mos të kthyer më dhe për të parë vërtet rrugën e re që Zoti ka ndezur për mua.
Ajo gjë që unë vërtet i uroj vetes dhe e dëshiroj për vazhdimsinë e jetës që pason, është që dua të jem një shërbëtor i tij, dua të jem shërbëtor i Perëndis, dua që vërtet ato fryte që ai i derdhi mbi mua i vë dhe në vëllezër të tjerë, të ndihmoj dhe të tjerët. Kjo është një thirrje që Zoti ma ka bërë. E vetmja gjë e fundit që doja të ndaja me juve të gjithë është thjesht vargu i preferuar që unë e kam nga gjithë Bibla, që ditë e parë që më ka folur është Isaia 61, qohu shkëlqe sepse drita jote ka ardhur dhe lavdia e Zotit u ngrin mbi ty. Zoti ju bekoj të gjithë.